forse me saber pa drejtësit me mlun. Dhe përkundër kësaj, vazhdojt t'i bëhet pa drejtësi. Dhe ky do me thonë, bën durim dhe nuk ja kthen jetën fal. Mos të ke rastin e Jusufit alayhis salam. Së mund të imagjinohet padrejtësia që i bën vëllezrit Jusufit alayhis salam. Së mund të imagjinohet ajo që e tejkaloi Jusufi alayhis salam shkaku i padrejtësisë vëllezërve të tij. Por në momentin kur Jusufi alayhis salam kishte mundësi tani t'ju kthejt njëtën gjë, a e bëri Jusufi? Çfarë tha? Jeni të falur. Më thonë, nuk kemi ardhur ne një tani, ti më bëre mu 10 vjet, tani unë kam mundësinë të ta kthej. Atër ku ngeli besimi? Ku ngeli shpresën, shpërblimin e Zotit? Nga se premtimet që vijnë në tekstet kuranore dhe në hadithet e të dërguarit Zotit janë të mëdhaja. Një person që i është bërë pa drejtësi, një personit që është shkel e drejta, në qoftë se beson në Zot, dhe nëse beson thanet e të dërguarit të Zotit, nuk do të lejonte për as edhe një moment të vetëm që pa drejtësia që është bërë ta dërgon atë në depresion, ta dërgon atë në dëmtimin e shëndetit, përderisa e din premtimin e të dërguarit të Zotit. E mjafton çdo kujt që është bërë pa drejtësi ajo çfarë tha pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadith të sakt, kur foli dhe me thonë për personin që është bërë pa drejtësi, përmendi se Zoti ka përcaktuar disa kategori të njerëzve, të cilët në moment që luten, në moment që bëjnë dua, mes atyre dhe Zotit nuk ekziston asnjë pengesë. Dhe njëra prej kategorive që i përmend në hadithi dërguarit Zotit është njeriu që është bërë pa drejtësi. Mjafton të ngrej duart dhe thot o Zot, mbaroj çështjen. Prandaj nuk duhet të ndjejmë shumë dhimbje për njerëzit që ju është bërë pa drejtësi. As nuk duhet të nxjerrim lot për ta, dhe as nuk duhet na vije keq për ta, nga se këta e kanë Zotin. E drejta është, nëse duhet na vije keq për dikant, pa dyshim duhet të jenë njerëzit të cilët kanë bërë pa drejtësi. Nga se këta i pret dënim i ashpër në dunjë dhe në ahiret.